Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Allahun xhalla xhelalu e falenderojmë, mirësitë dhe bekimet dhe mëshira e tij qoftë mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe me gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahu xhalla xhelalu lutem me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta, siç na ka mundsuar në jetën e kësaj bote të ndalemi me diçka nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe mrekullitë e tij, na mundsoj Zoti ditën e Kiametit të jemi bashkë me të. Amin. Allahu t'i lutem që ai të jetë ndërmirësuesi ynë tek Zoti në ditë e cila është ditë e vështirë, në ditë që nuk bën dobi asgjë, vetëm se kush i vjen Zotit me zemër të pastër dhe me vepra të mira, po sado që njeriu të bëj e të mundohet, prapë mbetet i dobët dhe i vakët për t'i dhënë Allahu xhalla xhelalu atë çka meriton Allahu xhalla xhelalu. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e lavdronte Allahun dhe kur e madhronte Zotin, thoshte subhanaka la nuhsi thana'an alejk anta kama athnayta ala nafsik. I dëlir, i madhërishëm jeti o Allah, nuk mund të madhrojmë as falenderojmë ashtu siç e meriton ti. E nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk mund ta madhronte Zotin ashtu siç e meritonte Allahu xhalla xhelaluhu, merr mend për njerëzit e tjerë përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa të dobët dhe sa të pafuqishëm janë njerëzit përveç tij sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër, njeriu në jetën e kësaj bote kalon momente gëzimi dhe vështirësie dhe hidhrimi. Dhe ndonjëherë njeriu kur në jetën e kësaj bote kur humb dikë që është i afërm apo i dashur, përjeton, si më thon, momente të vështira. Po kur mendon njeriu se çfarë kanë përjetuar shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me humbjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thonë njeriu nuk e bot humb njeriu e tij dashur, qoftë në familje, qoftë në gjak, edhe thonë i ndryshon, si më thon, humori, i ndryshon sjellja dhe e përjeton dhe është normale, pra atë që është njëri normal, flasim gjithmonë. Merr mend çfarë përjetimi kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me humbjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, studimi i jetës së pejgamberit alayhi salatu wassalam, studimi i sirës së tij, studimi i mrekullive të pejgamberit alayhi salatu wassalam është një arsye më shumë që ne, si më thon, të jetojmë me të dhe të kalojmë kohë me të sallallahu alaihi wasallam, sepse ka dashur i madh i Zot, pra ka dashur Allahu xhalla xhelaluhu që ne ta kemi mirësinë e ruajtjes së jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ruajtur me transmetime, siç janë ruajtur hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç është ruajtur Kurani famëlar në transmetimet, apo siç janë ruajtur hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pjesë e jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë pikërisht mrekullitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ne, me thënë drejtën, kemi përmendur shumë nga mrekullitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që do të ndalemi sërish në mrekullitë e tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo se kjo do të bëhet sebeb që ne, si më thon, të besojmë, por njeriu kur përjeton këto momente dhe situata e kupton pozicionin, vendin që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek Zoti i gjithësisë, po argumentat i mjaftueshme dhe mrekullitë që Zoti ju ka dhënë njerëzve nëpërmjet tij, po edhe, si më thon, me kuptimin e diturisë, pra mësojmë diçka më shumë, po edhe me atë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas shumë mrekulli, ndërkohë që ndoshta ne jemi të informuar për copza ose për disa prej tyre, po nuk është se ka pas një studim, le të themi, duke i hyrë me themel kësaj pune. Me shpresën e të madhe Zot, sot do ndalemi, më duket se jemi tek numri i 64 i mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mrekullia e sotme ka të bëjë me historinë e Selman el Farisiut, radiallahu ta'ala anhu.
Selman el Farisiu, siç e dini të gjithë, pati një udhtim, rrugëtim të gjatë dhe të vështirë në pranimin e Islamit. Tani tregon Selman el Farisiu. Hadithin transmeton Burejdia, po tregon nga Selmani radhiyallahu ta'ala anhu. Thot, kur erdhi Selmani në Medinë, ndërkohë që po vilte hurmat, ishin mbledh hebrejt e Medinës dhe po diskutonin. Dhe ngjon Selmani fjalët e tyre që thoshin, po, ai është, nuk ka dyshim. Thot Selmani, gati thot sa nuk krash prej hurme, sepse gjithë rrugtimi i tij ishte shko ai fundit fare që takon Selmani nga mbartësit e fesë së pastër të Isait alayhis salam. Çfarë i tha? Më si unë tha nuk kanë tokë. Por ka ardhur koha e profetit fundit, i cili do të jetë tha në një tokë nga dyshën arabik dhe i përmendi cilësitë e Mekës. Selmani radhiyallahu ta'ala në kërkim të vërtetës shet një karvan arabësh, ju flet aty në pyet, ato e panë që ky ishte kurioztar, thanë, "Atë se të çojmë ne pa merak, po duhet paguash." Tha Selmani, "Unë paguaj." E morën, ja morën çfarë kishte dhe e shitën si sklav, radhiyallahu ta'ala. Dhe përfundoi në Medinë. Po si sklav, jo i lirë. Thot Selmani radhiyallahu ta'ala, kur i dëgjova, zbrita nga hurma me vrap, kështu shpejt, edhe i shkova të Zotit tim dhe i thash, "Çfarë thatë ju?" Ai tha, "Më gjujti një shplak, ta, që se harroj dot." I tha, "Ç'të duhet ty me këto gjona? Shkon në punë." Jo, tham, nga që më boni përshtypje, foli Selmani. Megjithatë tha, e majsha në veten time, tha, "Çfarë bona?" Tha, "Në darkët mora diçka, thuhet që ka marrë ushqim, thuhet që ka marrë një deg hurme, dhe e ka gjetë pejgamberin sa sem bashkë me shokët e tij të ulur. Dhe i ka thënë pejgamberi sa sem, "Çfarë është kjo?" Ky i ka thënë, "Sadaqatun." Është sadaka. Ka thënë pejgamberi sa sem, "Merrni ju dhe hani." I ka ardhur për herë dytë, i ka thënë prap sadaka. Ka thënë pejgamberi sa sem, "Merrni ju dhe hani." Kur i ka ardhur për herë tretë, i ka thënë, "Hadhihi hadiyatun lak." Ka thënë, "Kjo është një dhuratë për ty." Tha pejgamberi sa sem, "Urdhnoni hani", dhe filloi të haj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Selmani radhiyallahu ta'ala anhu, thot, "Më kishte mbetë edhe diçka që se kisha parë. Ndërkohë që ato po hanin, thot, unë po lëvizja nga mrapa." Ai tha sikur e kuptoi dhe rrobën që kishte në supë e uli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe mas shpine, mes dy shpatllave, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas një nishan të madh që nënkuptonte vullën e profecisë. Një nishan të madh, kur themi krahasim me si janë nishanet. Ka qenë një nishan të saj kokër veze plumbi, me disa qime të vogla për mrena, dhe në të gjithë librat e mëhershëm përmendej që profeti i fundit e ka një si vulë mes dy shpatllave. Tha, e kuptoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se unë po kërkoja me pa diçka tek trupi i tij dhe uli si pa mendje. Thotë pash dhe thotë dëshmova dëshminë e Islamit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu rasul. Dhe vija her mas here tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ne s'kemi arrit akoma tek mrekullia. Më tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "O Selman, pse nuk e blen veten tate prej pronarit hebre?" Sepse ishte sklav. Dhe sklavi mund të paguajë për veten e tij që të lirohet. I thash, "E bëj, po kam frikë se kërkon shumë." I thash, "Shko fol me të." Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Shkon Selmani dhe fol me të. I thot ai, 300 hurma ti mbjellësh të zejnë derisa të bëhen me kokër. I thot edhe një thot dhe i përcakton një shifër florin. I thot kaq florin. Erdha tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i tregova. Tash o pejgamberi Zot, kështu ka kërku 300 hurma, rronja hurma derisa prodhojnë. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Mlidhuni ta ndihmojmë vllajin ton." U mlodhën, sollën fidanet e hurmave dhe filluan t'i mbjellin.
Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, i tha Selmanit futi në një enë me ujë dhe i millte vet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. I ka mill gjitha pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Tha Selman el Farisiu, zun të gjitha dhe dhan prodhim atë vit të gjitha përveç njënës. Erdhi vite i kontrolloi dhe vet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Hurma nuk bën për i vit, nuk bën prodhim për i vit. Hurmës i duan 5 deri në 6 vjet që të vinë kokër e jo më të prodhojë. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "O ma fa'ala hadhi?" Po kjo. Pra gjitha kanë zonta përveç njënës. Tha o pejgamberi i Zotit, këtë e ka mjell Omeri. Atë që kishte mjell Omeri, kishte ecë normalisht të gjitha urmat e tjera. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, rregulloi unë këtë punë. E shkuli, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e molli sërish dhe e vetmja hurmë që për një vit pastaj i zgjati cikli i gjithë asaj që kishte zgjat ciklit të tjerave. Më vonë, thot Selmani, radhiyallahu ta'ala anhu, thot, i sollën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si më thonë, ca dhurata, ca gjëra, dhe kishte në to flori. Ju tha sahabëve, a keni ju diçka me mësjell? Sollën, çfarë kishin sahabët. Mirë po thot Selman radhiyallahu ta'ala, nuk bëhej kurrë aq sa kishte kërkuar prej meje hebreu. E mori pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e majti për ca kohë në dorën e tij dhe tha, shko çoja. Shkova thot dhe açova, ai e shifte, ishte e vogël. Kur e vetën peshore dilte tamam. Dhe lirohet Selmani radhiyallahu ta'ala anhu, për cilin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, Selmanun minna ahlul bejt. Selmani është prej nesh, familja e profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe këtu faktikisht neve na është dhënë një rregull dhe një mysh dhe një përgëzim shumë i madh se çdo njeri nga ummeti i Muhamedit alayhi salatu sallam mund të quhet familja e profetit. Për këtë arsye kur themi ne Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin, si e ka kuptimin? O Allah o Zot, bekoje profetin ton Muhammedin alayhi salatu sallam dhe familjen e tij të gjakut dhe familjen e tij, domethënë pasuesit e tij. Argumenti tjetër për këtë është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i vishin lek zekati, e merrte lekun e zekatit dhe thoshte Allahumma salli ala ali fulan. O Allah, derdh, si më thon, bekimet e tyre mbi familjen e filan. Pra fjala al, termi al, kuptohet prej saj gjaku dhe kuptohet prej saj ndjekësit dhe pasuesit, dhe ne këtë rregull e kemi nxjerr pikërisht nga historia e Selman el Farisiut radhiyallahu ta'ala anhu. E 65-ta, mrekullia e trungut të hurmës. Këtë elhamdulillah dim gjithë, po vetëm ta shohim si transmetim. Ubej ibn Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu tregon se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e mbante ligjëratën e tij të xumas mbi një trung hurme. Pra ka qenë si minber një trung hurme, hypte aty pejgamberi sa se mbështetej edhe mbante ligjërimin e xumas. Derisa thot erdhën disa njerëz nga Kubaja, fisi Beni Nexhar. Beni Nexharët kanë qenë që merreshin me drunin, përpunonin drunin, ju jepej punimi i drurit. I thanë, ja Rasulallah, ala nattakhidhu laka minbara? Thanë pejgamberi i Zotit, po pse mos ta bëjmë një podium? Minber mund përkthehet në gjuhën shqipe podium. Pse mos ta bëjmë ty një podium? Pra ata ishin njerëz që kishin pa botën, edhe nuk ju bën të përshtypje që pejgamberi sa sem typte në trung të fliste njerëzve. Ishte i çike vjetër. Ta bëjmë një podium, ta bëjmë një minber. Thot dhe e miratoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fjalën e tyre. Nuk zgjati java dhe ja sollën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam një minber i cili kishte 3 shkallë. Thot dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si më thonë, e morën atë trungun, e vendosën diku jashtë, pra doli jashtë përdorimit, dhe në vend trungut vendosën minberin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur hypi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për herë të parë në minber, thot njerëzit
dëgjuan rënkim dhe një zë që dilte nga trungu i hurmës, thot transmetimi, thot siç qan fëmia për nonën e vet. Thot zbriti pejgamberi sa sem nga minberi, shkoi edhe mori, thot, në gjoks, në kraharor, siç merr nona fëmijën e vet që nuk e ka parë për një kohë të gjatë. Derisa, thot, i humbi zëri i tij. Pastaj thot transmetuesi, thot se që përshpëriti diçka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pastaj tha, merreni dhe varroseni në Bekia. Pra hapni një grop dhe futeni dhe siç varroset njeriu i gjallë. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i shpjegon shokëve të tij dhe ju thot: I dhash mundësinë të zgjedhë, ta mbjellin e t'japi fruta deri në ditë kiametit, ose t'jetë një prej hurmave të xhenetit, dhe zgjodhi hurmi që t'jetë një prej hurmave të xhenetit. Alhamdulillah. Kjo pra është një mrekulli tjetër pra që ka ndodhur, edhe normalisht, si më thënë, të kuptosh, në më thënë, çdo të thot pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam, dhe çdo të thot, do më thënë, të vendosi Allahu xhallal xhelalu dashurinë dhe pranimin në gjithçka. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë ai që Zoti i Madh ka pas vendosur dashurinë për të në zemrën e gjithkujt dhe gjithçkaje. Merr mend, do të thonë, një hurm nuk jeton dot pa të. Për këtë arsye thash, do të thonë, mendo ti për shembull se si kanë jetuar sahabët mas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Subhanallah. Pra njeriu të humb njëri i dashur nga jeta dhe i ndryshon gjithçka, e mos sahabët e kanë përjetuar shumë humbjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Merr mend, do të thonë, trungu i hurmës e ka përjetuar ndarjen nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e jo më njerëzit e gjallë. Këtu ka dalë dhe ajo fjala e Imam Shafiut rahimahullahu taala, i cili ka thënë: nuk ka mrekulli që Zoti t'ia ka dhënë ndonjë pejgamberi, mos t'ia ka dhënë dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po faktikisht, po ti shohësh mrekullit, mungon njëra, mrekullia e ngjalljes së vdekurve. Faktikisht, këtu që i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse dëshiron të mbjellin, ai ishte trung i prerë, nuk ka qenë trung, nuk ka qenë hurm ajo që hypte në hurmët. Jo, ka qenë një trung hurme. Thjesht ka qenë trung i madh hurme. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, nëse do të mbjellim dhe do të kesh fruta deri në ditë kiametit. Këtu e ka marr si inspirim Imam Shafiu, që ka thënë çdo mrekulli që ja ka dhënë Zoti pejgamberit, ja ka dhënë dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Faktikisht e vetmja gjë, domethënë, që u dukte sikur s'është, ka qenë kjo, po këtu e ka marr atë, ndikimin kur ka thënë çdo mrekulli ja ka dhënë Zoti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç e ka dhënë gjithë pejgamberëve të tjerë. Abdullah ibn Omeri, 66, në fal, Abdullah ibn Omeri radhiyallahu ta'ala anhu tregon: ishim në një udhtim ekspeditor me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Erdhi një beduin nga larg dhe ju afrua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: ku dëshiron të shkosh? Ai tha: dua të shkoj tek familja ime, tek shtëpia ime. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: atë them apo atë tregoj diçka që është më e hajrit për ty, më e mirë për ty, pra mos u ngut, rri pak, si më thën. I tha: çfarë është më e hajrit? Çfarë është më e mirë, domethënë? I tha: tashhad an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmo tani se Allahu është një dhe i vetëm, ai meriton të adhurohet, nuk ka zot tjetër veç tij, dhe se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është i dërguar i Allahut. I tha ai pejgamberit alayhis salam: e kush është dëshmues për këtë gjë?
Pra ke dëshmi, si më thon, për këtë? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo dega pemës atje. Deg peme. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo dega e pemës atje. I tha ai, si? I tha, do ta thras. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, do ta thras. Dhe ja bëri me shenjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asaj, eja. Thot, dhe erdhi, u kput dega e pemës, dhe erdhi përpara pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe dëshmoi, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pastaj i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a dëshmon ti pemës, degës, më fal, fastashhadaha Rasulullah, a dëshmon ose i kërkoi, dhe ajo e tha shahadetin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ktheu dhe u kthye. Ai beduini e tha shahadet, tha la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Dhe u kthye tek populli i tij duke u thënë, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të kthehem tek populli im. Nëse ata më ndjekin dhe më besojnë, do të rri me ata. E nëse s'm pranojnë, unë do të kthehem edhe një herë tek ti. Pra ai pa, si më thënë, një mrekulli me sytë e vet. E pa një mrekulli me sytë e vet. Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu tregon, 67. Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu tregon, erdhi një njeri nga larg tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, e si ta di unë që ti je profet? Ose nga ta kuptoj unë që ti je profet? Sallallahu alaihi wasallam. Bima a'rifu annaka nabi. Nga ta di unë që je ti profet? I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse thras një nga degët e pemës dhe ajo dëshmon përpara teje se unë jam i dërguari i Allahut. Ai tha, nëse ndodh kjo, po. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bëj me shenjë nga një palm. Këtu kemi të bëjmë me palm. Dhe ran tokë, nuk ka lëviz, ka ran tokë. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të dëshmoi. I tha ktheu dhe u kthye. Dhe ai e pranoi Islamin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tha, dëshmoj se qenë ke i dërguar i Allahut. Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu tregon, erdhi një burr nga fisi Beni Amir te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ky burri merrej me mjeksi alternativ, merrej me mjekime popullore. O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, a nuk është të arsyeshme që të kuroj se më dukesh se nuk je mirë? Sallallahu alaihi wasallam. Pra mendonte ai se këto gjëra që i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thot e ka kap në një gjë apo ka probleme nervore. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, eja afrohu. U afrua pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po nëse të paraqes ndonjë mrekulli, i thaj, si mund të ndodhi kjo? Tha, nëse ta paraqes një mrekulli. Tha, po. Thot pejgamberi, thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja bëri me shenjë një, kjo dega hurmës, po që ka hurma. Jo deg, si ato rastet e para, po me hurma. Thot ja bëri me shenjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe u paraqit përpara pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i ran në sejdë ose bënte sikur i binte sejdë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ulej ajo, ngrihej, ulej, ngrihej, ulej, ngrihej, ulej, ngrihej derisa erdhi përpara pejgamberit
sallallahu alaihi wasallam. Kur erdhi përpara pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pushoi, nuk lëvizi. I tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, irji' ila mekanik, ktheu dhe herë aty ku ishe. Thot, u kthye siç ishte. Tha i burri, pasha Allahun, nuk keti lidhje me smundjen. Pasha Allahun, unë nuk mund përgjigjëstroj këtë mrekulli të Zotit që e pash dhe u kthye edhe një herë tek populli i tij. Në një transmetim tjetër thot, erdhi një burr nga fisi Beni Amir dhe i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kam një doktor që mund të kurojë. I tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, eja të flasim. Dhe e thirri në besim, në fe, dhe i tha, ti flet shumë mirë. Ky që i tha atë gjej doktor. Por se thot, unë du të shoh në një mrekulli, me që i thu vetes pejgamber. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Naam, in shi'ta urika ayatan." Po i tha, nëse do ta paraqes një mrekulli. Dhe pastaj është i njëjti transmetim. Po ti shohësh këto rastet, janë njerëz të huaj, njerëz të largët, beduin, njerëz që s'kan lidhje. Nuk ka ndodhur kjo me njerëzit e qyteteve. Pra, nuk ka ndodhur kjo me Mekasit dhe nuk ka ndodhur kjo me Medinasit. Ku është dallimi mes dy kategorive? Këta e kanë parë, e kanë pas aty, dinin shumë për të, ndërsa ai dojtë diçka të qartë dhe thjeshtë dhe testë të kthehej tek populli i tij. Ai nuk është se po, domethënë ka njoft pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për 40 vitesh, edhe tani ndodhi kjo gjëja. Një dhe e dyta, mëshirë për këta dhe për këtë. Mëshirë për këta se këta ishin shumë pabesimtar, do ta mohonin dhe do të zbriste ndëshkimi i Zotit. Dhe mëshirë për këtë, si më thon, këtë rast ka o beso o s'beso. Ky nuk ka kohë me i fol shumë, me i sqaru shumë gjona. Ka ca njerëz që duan të shohin gjona praktike edhe të ecin, nuk kanë kohë me ndit shumë edhe me ngju shumë. 69 Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu tregon. Kemi dalë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në një mision. Derisa zbritëm, pra ndaluam, fushuam në një lugim. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u largua prej nesh nga vendi ku po rrinin njerëzit, sepse kishte nevojat e tij. Mirë po, vendi ishte shumë i zbuluar. Dhe unë po e ndiqja pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një kovë ujë, si më thon, që t'ja jipja. Vendi thot ishte krejtësisht i zbuluar dhe në fund të luginës ishin dy pemë larg nga njëra tjetra. Ju drejtua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njërës prej pemëve dhe i tha: "In qadi alayya bi idhnillah." Mu bind me lejen e Zotit. Dhe ju drejtu pemës tjetër, thot, nga krahu tjetër: "In qadi alayya bi idhnillah." Mu bind me lejen e Zotit. Unë nisën, thot, të dyja pemët, derisa u afruan me njëra tjetrën. I tha pejgamberi, ju drejtu pejgamberi sasem të dyjave dhe ju tha: "Ilteima", ngjituni me njëra tjetrën. "Ilteima alayya bi idhnillahi falta'amata." Bashkohuni me njëra tjetrën me lejen e Zotit dhe u bashkuan. Atëherë ja merr pejgamberi sasem, kush ishte transmetuesi? Xhabir ibn Abdullah. Ja merr kovën dhe fshihet mes, pra mbas pembe, dhe mbaron punët e tij pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe kur doli jashtë ju tha: "Kthehuni edhe një herë në vendin tuaj." Dhe gjithsecila prej pemëve shkoi në vendin e vet. Mrekulli e Zotit. Kur kemi dhënë për kufizimin e mrekullisë, cili ishte për kufizimi i mrekullisë? Gjë e jashtëzakonshme që i ndodh një profeti si ndihmë dhe argument dhe sfidë
e Zotit për të ndaj popujve që nuk besojnë, por edhe mrekulli që ka dhënë Zoti për t'i parë sahabët radhiyallahu ta'ala anhum, dhe kjo është një që e kanë parë, pra e ka parë Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Ka dhe transmetime tjera, po është i njëjti kuptim. Pra pejgamberi sasem nuk ka pas si mos të duke nga sytë e njerëzve dhe ka vepruar në këtë formë. 69. Ja'la ibn Murra al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu tregon gjëra që i kanë parë për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi qenë me të në udhëtim. Dhe pejgamberi sasem ushtri me flet gjumë. Një pemë çan tokën dhe vjen dhe e mbulon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj u kthye në vendin e saj. Kur u zgjua pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i tham se çfarë kishte ndodhur. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Hiya shajaratun ista'dhanat rabbaha an tusallima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa adhina laha." Kjo është një pemë që i ka kërkuar Zotit t'i japi selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu asaj ja ka lejuar. Kjo është një pemë që i ka kërkuar Zotit leje që t'i japi selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Zoti Allahu xhallahu ja lejoi asaj një gjë të tillë. 70. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu tregon: një ditë vjen Xhibrili tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i mbuluar me gjak. Banorët e Mekës e kishin goditur. Xhibrili alaihi salam i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Malek, çfarë ke?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Fa'ala bi haula'i ma fa'alu." Ja çfarë ka bërë popullim tek unë ose mbi mua. I thot Xhibrili alayhi salatu wassalam: "Atuhibbu an urika ayatan?" A do i mrekulli? Se je i mërzit, je i piklu, je keq. Tha: "Atuhibbu an urika ayatan?" A dëshiron ta bëj një mrekulli, ta jap një mrekulli? Pejgamberi sa ose më përgjigj: "Naam, erini." Po, ma jep një mrekulli. Shiko, i thatë, pemën në fund të luginës. Thire. Xhibrili i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Shiko atë pemën në fund të luginës. Thire." E thiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe erdhi pema para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe qëndroi para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Xhibrili alayhi salam i tha: "Kullaha faltarji." Thuaj të kthehet, edhe një herë aty ku ishte. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Irji'i." Kthehu. Tha dhe u kthye edhe një herë pema atje ku ishte herën e parë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Xhibrilit: "Hasbi." Mjafton. E kaloi situatën. Sa ishte 70-ta? 71. Ma'an ibn Abdurrahman tregon: e kam dëgjuar babain tim, i cili thoshte: Mesruku tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë vesh përpara se t'i vinte shpallja për dëgjimin e xhinëve natën e kthimit nga Taifi, se i tregoi pema përpara se t'i vinte shpallja. Çka ka ndodhur? Pejgamberi sa sabahun asaj natë të vështirë ka fal namaz sabahu dhe ka lexuar Kur'an. Kur ka marrë leximin e Kur'anit, i ka fol pema pejgamberi sa dhe i ka thonë: "Ti ke lexuar Kur'an, po xhinët kanë dëgjuar, u mush vendi me xhin dhe kanë dëgjuar çfarë ke lexuar ti." Në ato momente i vjen shpallja nga Zoti
që i thot Allahu xhallal xhelalu në surën në fundin e surës Ahqaf, edhe që e tregon Zoti historinë pra se si ka ndodhur fakti që dëgjuan xhinët për herë të parë Kur'anin dhe pastaj u shpërndan në përbot si thirrsa në Islam. 71 72. Qatada ibn Nu'man radiallahu anhu tregon, ishte një natë tepër e errët dhe me shi. Deshëm të shkojmë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur vajtëm tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe bizeduam me të, dolëm nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur dolëm nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai na tha: Inna ash-shaytana qad خلفك في أهلك فاذهب بهذا العرجون فأمسك به حتى تأتي بيتك فأخذه وراء البيت فاضربه بالعرجون. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ti je largu nga familja, po shejtanët kanë sulmu familjen. Prandaj merre këtë degën e hurmës dhe kur shkosh në shtëpi, gjuj rreth shtëpisë. Thot, e mora dhe ajo ndriçonte në dorën time derisa arrita tek shtëpia ime. Kur shkova në shtëpi, thot, çdo gjë ishte qetësi, derisa pash thot diçka që lëvizte në cepin e shtëpisë time. Thot, ishte një konfud i thon i riq. Thot, e kuptova atë që më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i gjusha thot me atë degën e pemës që bonte dritë, derisa e nxorra thot nga shtëpia ime dhe doli. Sheikh Al-Albani rahimahullah kur e komenton këtë hadith thot, dhe këtu thot kemi të bëjmë me dy mrekulli të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mrekullia e parë, dega e hurmës që i ka bërë dritë derisa ka arrit. Mrekullia e dytë, njoftimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se një shejtan ka hyrë në shtëpinë e Qatadës ibn Nu'manit radiallahu ta'ala anhu, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Dhe një të ngjashme me sa më mend e kemi përmend dhe me një sahabi tjetër që kanë shkuar tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, errësia kemi përmend duket javën e kaluar, që s'kan pas si më u kthy dhe i kanë kërkuar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam diçka që t'u ndriçojë, dhe u ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dy shkopa gjithsecilit, të cilat i kanë bërë dritë atyre derisa kanë shkuar dhe përfunduar në shtëpiat e tyre. 73. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu tregon: isha me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në rrugët e Mekës. Nuk ndodhte që t'i kalonte pranë ndonjë guri apo peme, vetëm se i thoshte Esselamu alejke ja Rasulallah, dhe unë e gjoja. Po tani, sa mrekulli janë këtu faktikisht? Ne themi një, se në transmetim kemi. S'ndodhte që të kalojshim pranë një guri ose peme, vetëm se i thoshte Esselamu alejke ja Rasulallah. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith ka thënë: Inni la'arifu hajaran bi Mekka kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la'arifu al'an. I thot një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shokëve të tij, është një gur i madh thot në Mekë që mipte selam para se me qenë pejgamber. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e kapte situatën. Ju bonte sikur dëgjon një zë, nuk ishte i qartë çfarë po ndodh. Thot, dhe unë e di atë gur edhe sot e kësaj dite. Cili është ai gur i cili më jepte mua selam. Imam Nawawi e komenton ngjarjen dhe thot, nuk ka dyshim thot se këtu kemi një mrekulli që Zoti e ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saqë edhe sendet ndjenin për të dhe dinin për të sallallahu alaihi wasallam.
siç e thot Allahu në Kur'an për gurët, çfarë thot Zoti në Kur'an për gurët? Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Dhe ka prej gurëve që rrokullohen prej frikës ndaj Zotit xhalla xhelalu. Po zemra e njeriu, subhanallahu. Zemra e një shkon në herë më keq, më e ngurt, më ashpër se sa guri, subhanallahu. Pra guri rrokullohet, rrokulliset se ka frikë Allahun xhalla xhelalu. Zemra e njeriu, subhanallahu, forcohet, ngurtësohet, bëhet atill që subhanallahu. Të shohë argumentat gjithë jetën dhe mrekullitë e Zotit e mos t'i bjerë mendja se në këtë botë është i përkohshëm dhe si ditë do të dali përpara Zotit xhalla xhelaluhu. Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu thot: ditën e Khandekut, normalisht ditën e Khandekut nuk është një ditë. Sa ka zgjat hapja e Khandekut? Ka zgjat afërsisht 2 deri në 3 javë. Në një nga ditët thot e hapjes së Khandekut, pra e Hendekut, se thash Khandekut, thot u përballëm thot me një rast të madhe, të cilës i erdhëm nga të gjitha anët, po nuk po ja dilnim, më thënë. Dhe shkuam tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thanë pejgamberit Zotit një shkëmb apo një rast e madhe na ka zënë fjalë. Tha prisni se do të vi unë. Dhe erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që në barkun e tij kishte lidhur një rast guri, sallallahu alaihi wasallam, se kishte ai dhe ne 3 ditë pa ngrënë dhe pa pirë asgjë. E mori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kazmën apo kazmën, thot dhe i gjujti sa fuqi pati, thot fa'ada kathiban ahyal ay asbahat as-sakhratu turaban. Me i gjujti që i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u transformua në dhe. U transformua në dhe. 75 Uhudi komunikon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu thot: i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u ngjit një ditë mbi Uhud dhe me të ishte i shoqëruar, pra dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i shoqëruar me Abu Bekrin, Omerin dhe Uthmanin. Uhudi filloi të lëvizte. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i gjujti dhe tha: uthbut Uhud, fama alejke illa nabiyun wa siddiqun wa shahidan. Qetësohu Uhud, qetësohu, se mbi ty sot është një profet, një siddiq dhe 2 dëshmor. Këtu kemi sa mrekulli, disa mrekulli. Kemi Uhudi që qetësohet me fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, qetësohu Uhud, dhe kemi lajmin, profecinë e 2 dëshmorëve. Kujt? Omerit dhe Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhum. 76. E njëjta ngjarje ka ndodhur në Mekë kur kanë kaluar duke u kthyer nga një udhtim pranë malit Nur, që i thon, aty ku është shpella Hira. Kur kanë kaluar sipër, si më thon, diku aty kanë fushuar dhe ka qenë thot Ebu Huraira, transmetuesi, thot i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam ishte me Ebu Bekrin dhe Omerin, pra nuk ishte Uthmani. Kur ulën thot mbi gur i madh, ke parasysh kur ulën mbi gur, i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam uskun, qetësohu. Fama alejke illa nabiyun aw siddiqun aw shahid. Se mbi ty është profeti, Siddiku pra Abu Bekri dhe dëshmori Omeri
radiallahu ta'ala anhu. Shtatë. Abu Dharri radiallahu ta'ala anhu tregon: një ditë po kërkoja pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nëpër Medinë. Dhe e gjeta, thot, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte diku në një kopësht atje ulur, dhe erdhi Abu Dharri, Abu Dharri, thot, dhe i dhash selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aty ku ishte ulur, thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kishte dhe guralec. I mori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam guralecat në dorë dhe i dëgjoja, thot, guralecët në dorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i bëshin tesbih Allahut në dorë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur i lëshonte, qetësoheshin. Kur i merrte në dorë, bëshin subhanallah. Pastaj i mori pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ja vuni në dorë Ebu Bekrit. Kur i mori Ebu Bekri radiallahu ta'ala në dorë, fillun të bëjnë prap tesbih. Kur i lëshonte Ebu Bekri, s'ndihej gjë. Pastaj i mori pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i vendosin në dorën e kujt? Omer ibn al-Khattabit radiallahu ta'ala anhu. Kur i merrte Omer radiallahu anhu në dorë, thot, bëshin tesbih. Kur i lëshonte, heshnin. Pastaj i mori pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i vunin në dorë të Othmanit, të guralecët. I merrte Othmani radiallahu anhu në dorë, i bëshin tesbih Allahut. Kur i lëshonte, thot, qetësoheshin. Çfarë ka të ngjashme nga pejgamberët e Zotit me këtë? Kush ka qenë ai pejgamber që kur madhronte Allahun malet e shoqëronin? Daudi apo Sulemani? Daudi. Alayhi salatu wassalam. Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ibkar. Kur Daudi alayhi salatu wassalam madhronte Zotin në mëngjes dhe mbrëmje, edhe malet e shoqëronin atë në madhërimin që i bënte Allahut xhalla xhelaluhu. e 8. Ebu Said el-Khudriu radiallahu anhu tregon. Këtë më duket e kemi përmend javën e kaluar. Pa kemi përmend. Historia e ujkut, thot Ebu Said el-Khudriu radiallahu ta'ala anhu, thot i vihet ujku, thot, një kopeje derisa e mori. Një nga delet, si më thon. Dhe ai që ishte pronari i deleve, thot, ishte hebre i Medinës. I u vu, thot, hebreu ujkut derisa e lodhi. Kemi përmend duket herën e fundit të fundit mësimin e kaluar. I u vu, thot, derisa e lodhi, thot. Ja mori, e mori ky. I tha ujku hebreut, a nuk i friksohesh Zotit? Ma merr rrezikun, furnizimin që Allahu e ka bërë për mu? Tha hebreu, ose hebreu tha, ja ajaba dhi'bun muqi' ala dhanabihi yukallimuni kalam ins aghdha. Ujk tha, i ulur mbisht, flet sikur me qenë njeri. I tha ujku, a të tregoj diçka që është më e çuditshme se sa kjo? Në Yathrib, në Medinë, është një burr që i fton njerëzit tek lajmet e popujve të kaluar dhe të ardhshëm. I mori delet dhe u fut në Medinë. Kur shkoi në Medinë, mori vesh se në Medinë kishte ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot, u mblodhen njerëzit se u bë një thirrje as-salatul jamia,
mlidhuni për t'u fal, u mbush xhamia plot. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atij, pra hebreut, njoftoj njerëzve çfarë ka ndodhur sot. Dhe i tregoje kështu sa ka ndodhur sot. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa walladhi nafsi biyadihi. Ka thënë të vërtetën, pasha atë që ka ndorë shpirtin tim. Innaha emaratun min emarati jedej sa'a. Që të flasin kafshët është prej shenjave të kiametit. La taqumu sa'atu hatta yukallima as-siba'u al-ins. Nuk do të bëhet kiameti derisa të flasin kafshët e egra me njerëzit. Wa yukallimu ar-rajulu 'adhabata sawtihi. E të flasi njeriu me rripin e tij. Wa shiraki na'lihi, dhe me këpucën e tij, dhe me lidhset e këpucës së tij. Fa yukhbiruhu fakhidhuhu, do t'i tregoj kofsha e tij çfarë ka ndodhur në shtëpinë e tij. Tjetër, dhe do i tregoj kofsha e tij çfarë ka ndodhur në shtëpinë e tij. Çfarë mund të jetë kjo e fundit? Ndalim mirë kjo e fundit. Ti tregoj, thot burrit ose njeriu të kofsha e tij çfarë ka ndodhur në shtëpinë e tij. Çfarë mund të jetë kjo? Ka dy komente. Një koment është kështu, siç është thonë, do të flasi një pjesë e trupit të njeriu. Komenti tjetër ka thonë zhvillimi dhe teknologjia. Celularët ku i lejnë njerëzit zakonisht, ku i fusin? Në përgjithësi, nëse vjen kamera në shtëpi, njeriu mund të kontrollojë nëpërmjet kujt? Nëpërmjet celularit. I shef, sigur me qenë prezent. Mund tjetë edhe kjo, mund tjetë edhe e para. E rëndësishme që ka ndodhur në këtë histori është se ujku ka dëshmuar për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe hebreu ka ardhur dhe ka treguar ngjarjen. Dhe kur ja ka thonë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nuk është mjaftuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me gjuhë, po ka thirr njerëzit në xhami dhe i ka thonë atij trego se çfarë ka ndodhur. Shtatëdhjetë nëntë. Enes ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu tregon, ndodhi si një zhurmë e madhe në Medinë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam zgjeti kal aty afër, vetëm se kalin e Abu Talhas. Dhe kali e Abu Talhas dihej botërisht që ishte kali më i ngathet ndërkuajt e Medinës. I jepën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam sipër, thot ai ndryshoi krejtësisht. Ndërkohë që njerëzit u munduan të arrinin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ai shkoi nga vendi ku buronte zhurma dhe u kthye, këta akoma ishin duke ecë dhe ju tha njerëzve, lam tura'u. Pastaj tha, innahu le bahr, ose transmetimi tjetër, laqad wajadtuhu bahra. Tha, mos u tremni, s'ka asgjë për t'u shqetësuar, ky kali është i bekum si deti, ose e gjeta të bekuar si deti. Pastaj thot transmetuesi Enes ibn Malik, këtë kal thot se ka kalu më thot asnjë kal i Medinës mas asaj dite. Bekimi pra nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtu kemi dy gjona, këtu kemi edhe mrekulli, kemi edhe bekim. 79 apo 80. Juail al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu tregon, kemi qenë në një ekspedit luftarake me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kisha thot një kal i cili ishte i lodhur dhe shumë i dobët. Ndërkohë që të tjerët esnin gjithmonë përpara meje. Pejgamberi sa se mi lën njerëzit të shkojnë përpara, ndaloi derisa arrita unë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Më tha,
sir ja sahib el faras, ec o pronari i këtij kali, o i zoti i këtij kali, si më thënë. Thash, ja Rasul Allahi, Gja'fa'u dha'ifetun, i lodhur, i dobët, për kalim, unë kam qef me ec, po jam. Farafa'a Rasul Allahi sallallahu alaihi wasallam mikhfaqatan ma'ahu fadarabahu biha, faqal Allahumma barik lahu fiha. Kishte pejgamberi sa një si shkop me vete dhe e çukiti kalin dhe tha: O Allah, bekoje. Tregon Gjuail el-Ashja'i, thot pasha Zotin me zor e maja kalin mas kësaj dite. Pasha Zotin me zor e mbaja kalin mas kësaj dite, thot kam përfituar nga shitja e si quhet mëzve të pasa qenë femër të kësaj pejle, thot 12.000 dirhem. Pra jo vetëm që mori forcë dhe fuqi, pa edhe pjellore. 81. Abdullah ibn Ja'far radiallahu ta'ala anhu tregon se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam një ditë u fut në një nga kopshtet e banorëve të Medinës, ansarëve. Ndërkohë një deve niset me vrap duke hungërim derisa i afrohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pam që fillon t'i rridhnin syt lot deves. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fërkoi në kokë, në qafë edhe në shpinë. Disa herë, derisa deveja thot u qetësua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Men sahibu hadha al-jamal? Kush është pronari i kësaj deveje? Një djalosh i ri nga ansarët erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: Është e imja, o pejgamberi i Zotit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha djaloshit: Ama tattaqillaha fi hadhihi al-bahima allati mallakaka Allah, innaha shaka ilayya annaka turji'uhu wa tud'ibuhu. A nuk i friksohesh Allahut në këtë kafsh që s'flet, që Zoti e ka bërë pronën tate? A e di ti se ajo mua ankua mua se ti edhe nuk u ushqen mirë, po edhe e lodh e ngarkon më tepër. Transmetimi tjetër, ajo mua ankua se i jep shumë punë dhe i jep pak ushqim. Prandaj friksoju Zotit dhe mos vepro kështu. Si jemi? Ka vajt? Atëherë jemi këtu, pra tek 81 kemi thënë apo jo. Inshallah taala. Në vazhdim do të jemi me këto mrekulli të bukura të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zoti na ringjall me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.